Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, këtë të martë në daljen e radhës, u bëri thirrje qytetarëve për bashkim në protest, pasi sipas tij vendi ndodhet në momentet më kritike. Unë erdha përsëri të drejtoj thirrjen time si shqiptari shqiptarit, si qytetari qytetarit, të bashkohemi sot në bulevardet dhe rrugët e Tiranës në një nga momentet më kritike të historisë tonë. Kupa e Edi Ramës është derdhur prej kosh. Ndaj dhe sot më shumë se kur, duhet jemi në atë bulevard, në ato rrugë, në ato sheshe, për të përcjell mesazhin tonë. Se ne nuk pajtohemi kur me një organizat hajdutësh. I pyetur për skenarin e protestës, kryedemokrati u shpreh se do të jetë një kryengritje paqësore, e cila do të mbrojë me çdo kusht vlerat e shqiptarëve. Skenari i protestës është skenari një kryengritje të fuqishme paqësore që don të përcjell sot më shumë se kur në vatrat e të gjithë shqiptarëve, por edhe në Bruxelles, Washington dhe Berlin dhe qendrat tjera kryesore, se ne nuk mposhtemi kur nga një narkokratur dhe jemi të vendosur të mbrojmë me çdo çmim vlerat e përbashkëta që njerëzit e lirë ndajnë në Shqipëri dhe në botë. Skenari sot theksova zhvillohet pas dështimit të fazës parë të grushtit shtetit dhe inicimit me njerë të fazës tjetër të grushtit shtetit nga Edi Rama. Në fund të fjalës së tij, Berisha shtoi se protestat janë të domosdoshme për të larguar atë që ai e cilëson si narkoshtet, qeverinë.